Unë jam Dhurata Bosha dhe nuk e prisja që Ledion Liço të më shfaqte në ekran. Zonjusha aty mbrapa, nuk e di pse po fillon të bëhet shumë e famshme në këtë program, me batutat e saj dhe me të qeshurën e saj. Dhurata, vitin që vjen mund të hysh edhe ti në Big Brother. O Dhurata, Prindrit më kanë ardhur që në institucion, që ku kam qenë moshë më të vogël. Historinë e kam treguar për t'i treguar fëmijëve dhe njerëzve që kanë vuajtur që ja dalin, të jenë të fortë. Takojeni fëmijët tuaj sepse të japin një dashuri shumë të madhe, pavarësisht se ndjehen të vrarë shpirtërisht. Dhurata, përshëndetje, mirë se erdhe tek revista Bordeaux. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Pas shfaqjes në Big Brother, njerëzit janë kurioz për ty. Kush je dhe me çfarë merresh? Unë jam Dhurata Bosha, jam 33 vjeç dhe merrem me pjesën e reklamave. Domethënë jam figurante. Dhe në Big Brother tash të shkoj ta provoj një herë si është, si duket domethënë. Dhe ishte e papritur, domethënë nuk e prisja që Ledion Liço të më shfaqte në ekran. Si u gjende në ekran? E di që keni qenë në disa projekte televizive. Po, kam qenë në disa projekte televizive, por një mikesha ime më ftoi të shikoja Big Brotherin dhe thash pse jo, ta provoj një. Dhe ky ishte momenti. E ke dëshirë të pëlqen ekrani, televizioni? Po, më pëlqen shumë. Do të pëlqente të punoje, të ishe më e përfshirë në këtë botë, në këtë Po, industri? më pëlqen të marr pjesë, të kem diçka në lidhje me fashion, domethënë. Postimet e tua në rrjetet sociale tregon që të pëlqen stili. Sa kujdesesh për pamjen tënde? Po, më pëlqen shumë dhe kujdesem. Nuk mund të them që kujdesem 100%, por që me 2-3 detaje të vogla mund ta krijoj stilin. Sa shpenzon për pamjen dhe si do ta përkufizoje stilin tënd? Nuk shpenzoj shumë, por që mund të gjej veshje që mund të kombinoj, domethënë. Sa kushton një outfit jot? Pra mjaftojnë pak para ose duhet një shpenzim më i madh për të ndryshuar stilin, për të ndryshuar veshjet çdo ditë, për të krijuar kombinime interesante? Mjaftojnë pak para, por që duhet të dish që ti zgjedhësh dhe ti kombinosh ata. Ti ke dhënë një mesazh për vajzat që duhet ja dalin vetëm. Çfarë të ka frymëzuar ty? Po, kam dhënë një mesazh, por që kam shpresë. Domethënë, ajo shpresa, ajo ndjesia për brenda që mund t'ja dal, më jep të shtyt, domethënë që të gjithë duhet t'ja dalin. Çfarë mangësish mendon se ka institucionet jetimoret? Çfarë mund të bëhet ndryshe për një përmirësim të kushteve, për një mirëqenie më të madhe të këtyre fëmijëve që vazhdojnë dhe janë në këtë sistem? Mendoj se duhet të trajtohen personeli. Të vënë në provë sa të afta janë kujdestaret dhe që fëmijët të ndjehen të sigurt, të kenë atë ngrohtësinë nga kujdestaret, mos i bërtasin, mos i keq trajtojnë. Që fëmijët edhe t'i japin kuraja fëmijëve që të ecin përpara. Domethënë shkurt që të trajnohet personeli, që të shikohet sa të aftë janë. A mendon se janë kushtet që fëmijët të bëjnë një jetë dinjitoze dhe çfarë përkrahjesh kanë pas moshës 18 vjeç dhe si mund ta përballojnë jetën e tyre vetëm? Përkrahja duhet të jetë nga institucioni. Domethënë të ketë një moshë të caktuar që fëmijët në fillim fare duhet të jenë me moshatarët e vet një herë, jo me fëmijët nën moshë, domethënë. Dhe të shkollohen, të kenë një mbështetje nga kujdestarët ose nga stafi që mos të dalin nesër pas nesër fëmia direkt në rrugë dhe nuk di çfarë të bëj.
kreti vetëm. Ti personalisht pas shkëputjes nga institucioni, e kishe të vështirë? E kam pasur të vështirë, pavarësisht se kam pasur kujdestaren që dhe pse dola nga institucioni, që nuk kisha mbështetje as pak nga institucioni, por kisha mbështetje në kujdestares, nënës domethënë, që më vinte në shkollë, më vinte në shtëpi, më jepte mbështetje. Pastaj filluam që gjeta një punë sepse nuk ja dilja dot me asistentën që kishin prindrit e mi të moshuar. Kjo të shtyu që të takoje prindrit apo ishte më përpara takimi? Takimi ka qenë më përpara me prindrit. Prindrit më kanë ardhur që në institucion, që ku kam qenë moshë më të vogël, domethënë. Se prindrit i njihja. Por që të them realitetin, nuk kam dashur të kaloja tek prindrit, sepse e dija që do filloja që nga zero, siç e fillova, domethënë kur shkova te prindrit. Se preferoja të shkoja në institucion, por që e kanë si ligj, domethënë që në qoftë se të vjen një familjar, prindri ose daja dikush tjetër, domethënë ka të drejtën të të marrin. Pavarësisht se mua më pyetën në institucion ku do të qëndrosh, në komunitet rinor apo tek prindrit. Pra, shkëputja jote nga institucioni dhe nga shtëpia e familjes, mund të themi që solli një pavarësi, një lehtësi më të madhe për ty. Deri diku lehtësi, po kisha dhe ato vështirësi. Cili është momenti që vendose që historinë tënde ta ndash me publikun? Dhe pse? Historia më erdhi kështu natyrshëm, domethënë, mbi të gjitha të tregoja një mirënjohje për nënën që është kujdesur që më ka rritur dhe që më është gjetur pranë. Kjo më shtyu më shumë. Dhe dua t'i them fëmijëve që mos të jenë të ndrojtur, por që ta marrin jetën me pozitivitet. Të thonë që unë doja dalë, të kenë besim të vetja dhe mos të mendojnë që unë s'doja dalë, jam vetëm. Kur je vetëm, je më i fortë. Sa kur ke shumë edhe nuk të vlerësojnë. Kur ke shumë njerëz edhe nuk të vlerësojnë. A ke marrë komente, ke marrë mesazhe mbas tregimit të historisë tënde, mbas nga njerëz që kanë kaluar histori të ngjashme ose kanë kaluar nga ky sistem? Po, ka marrë dhe komente pozitive dhe negative. Pozitivet janë ato, bravo, ti ja ke dalë, të lumt, hec përpara dhe je njeri i mirë. Por ka komente që thonë që sa gjëna, ka shumë komente, domethënë. Historinë e kam treguar për t'i treguar fëmijëve dhe njerëzve që kanë nevojtur që ja dalin, të jenë të fortë dhe mirënjohës. Çfarë të ka mbartur gjallë shpirtërisht në momente të vështira? Pozitiviteti. Çfarë do t'i thoje vetes tënde 10 vjeçare? Çfarë do t'i thoja vetes 10 vjeçare? Që një ditë doja dalësh. Edhe vazhdo të përsiqeshesh. A takon fëmijë që janë ende tek shtëpia e fëmijës, i përkraj, motivon? Po, i takoj edhe sot e kësaj dite. Pavarësisht se të them të drejtën, kam një kohë që nuk i kam takuar shumë shpesh, por që kur i takoj më hidhen në qafë, se mua më thrasin lata. Dhe se unë jam tip që prekem shumë shpejt, jam shumë e ndjeshme dhe më prekin kur më thonë që na ke munguar ose hajde rri me ne sot. Se kam pasur raste që mbasi jam martuar, domethënë, kam qëndruar në institucion për qejf, domethënë, dhe me ndihmën e kujdestares, domethënë, sepse nuk lejohet kur del nga institucioni, nuk lejohet që të qëndrosh prapë në institucion, se kështu është rregull. Dhe kam qëndruar 2 ditë, 3 ditë, edhe kam pasur kujtime shumë të bukura në momentin që kam pasur këtë kujdestaren që kam treguar mirënjohje. Çfarë mesazhi ke për ata prindër që nuk kanë patur guxim të takojnë fëmijët që i kanë lënë në këtë institucion? Do t'i thoja që takojni fëmijët tuaj sepse të japin një dashuri
shumë të madhe, pavarësisht se ndjehen të vrarë shpirtërisht nga mungesa e prindrit. Dhe ta lëmë mbrapa atë çfarë ka ndodhur dhe të ecim përpara, të shikojmë përpara. Çfarë ëndrash ka dhurata për të ardhmen ose një dëshirë të parealizuar? Dua të ndjek modën dhe të eksploroj, domethënë, me veshjet, me modën. Më pëlqen dhe fotografia. Dhe kjo është njëra prej tyre. Dua të kem një biznes timin, domethënë me veshjet, t'i stiloj vetë. Dhe nëse historia jote do të ishte një titull libri, si do ta titulloje? Do ta titulloja Dashuria e një fëmie plot dhimbje. Cili do të ishte mesazhi më i madh për të gjithë ata njerëz që kalojnë në këtë sistem me vite vuajtje dhe që nuk e kalojnë dot historinë e tyre të dhimbshme? Sado e dhimbshme është historia, duhet ta lënë mbrapa ose duhet ta kyçin në një pjesë të zemrës dhe ta lënë aty diku në errësirë dhe të vazhdojnë të ecin përpara. A është falja e prindërve pjesë e shërimit për të ecur përpara? Po, është. Dhurata, faleminderit që ishe pjesë me ne. Ju falenderoj.